Profesora, do të jenë të gatshme afrimet e reja për këtë ndeshje dhe në çfarë gjendje fizike ndodhen? Mirë ditë të gjithëve, radhë parë, do të jenë gati. Besoj se ndeshjen e parë ndoshta jo të gjithë janë në një nivel kondicioni fizik ose përgatitje, sepse Daci ndeshjen e fundit dhe ka luajtur në nëntor. Dim që stërvitjet individuale nuk janë njësoj me stërvitjet e ekipit, por themi që me kalimin e kohës do japin atë ndihmën e tyre dhe do përshtaten edhe me konceptin dhe me idetë edhe nga ana e përgatitjes fizike. Do të jenë në nivelin e dur. Çfarë prisni nga përballja me Dinamo dhe sa të vështirë parashikoni? Çfarë prisni? E mira ishte të prisnin fitoren dhe presim fitoren dhe do ta punojmë në atë lloj mënyrë që dalim me 3 pikët. Normali është një ndeshje e vështirë. Dinamo në këtë moment është ekip më në formë, duhet e ka treguar edhe me lojë dhe me ndeshjet që ka zhvilluar kohët e fundit, por siç e kam thënë gjithmonë nuk kemi kontrollin se çfarë bën Dinamo, kemi ndikimin dhe kontrollin se çfarë si reagojmë ne gjatë këtyre. Fokusohemi te puna jonë çdo ditë dhe themi që nëse do jemi të disiplinuar dhe të organizuar në një mënyrë perfekte, sepse dim që Dinamo ka cilësi, por duhet të vlerësojmë edhe veten tonë dhe prandaj nëse do jemi të koncentruar, të fokusuar te puna jonë, themi që do dalim me sukses. Keni marrë 4 pikë në dy përballje me Partizan dhe Dinamo, sa mendoni se ekipi është gati të ruajë këtë trend në një tjetër sukses? Nuk mendojmë, jemi të vetëdijshëm për kualitetin, cilësitë që kemi, për punën që bëjmë dhe çdo ndeshje jemi për 3 pikë, se çfarë ndodh pastaj nuk e di, domethënë futbolli është i paparashikueshëm ndonjëherë, por dëshira është, vullneti është, tani ta kthejmë ta interpretojmë edhe këto në fushë, sepse nëse mbas ndeshjes me Vorën pam një teut jashtëzakonisht mendoj entuziaste në mënyrën se interpretoj lojën, por do të jemi më cinik te realizimi, te finalizimi i aksioneve, i golave, po themi kjo është një ndeshje tjetër, ndeshja kupës janë të veçanta, ishte një ndeshje teke, tani ndeshjet e kampionatit janë akoma, por ne do të kthehemi te fitoria mbas 5 ndeshje pa fitore. A prisni edhe afrime të tjera për merkato për të ulur nuk të misqërohet të mbyllur? I presim edhe 2-3 afrime, duhet me e thënë. Sa më shpejt aq më mirë edhe për ne dhe për gjithë lojtarët që të adoptohen sa më shpejt dhe të fusim në linjat e ndryshme strukturat e tona që ekipi të funksionojë sa më mirë. Si e vlerësoni merkaton? Besoni se do zgjidhni problemin e golit nga fillimet e janarit? Merkato është bërë në atë lloj mënyre që ta zgjidhim këtë. Domethënë çdo ekip ka problemet e veta, ashtu edhe neve jemi të dedishëm për problemin që kemi edhe, por problemi më i madh ishte që do krijonim raste. I krijojmë rastet, ajo është çështje kohe që finalizimi do kthehet te ne. Dhe afrimet që kemi marrë, kemi treguar që po afrojmë lojtar cilësor, po afrojmë lojtar në repartin sulmues që të na ndihmojnë me problemin që kemi me finalizimin. Heshtja e gjatë shtypi profesor, mendoni se e vet zgjidhjen e ja vleti? Edhe një sekond, lutem. Heshtja e gjatë për shtypi, sot është konferenca e parë mas shumë kundërshprehje. Nuk e bëm me qëllim, nuk e di arsyet, tani s'do flasim për atë që ka shkuar, por jemi momente të bukur, po themi që fillon faza e dytë ose faza e tretë e katërt, mas 18 ndeshjesh, është edhe më shumë edhe një sinjal për tifozët tonë, për sportdashët tonë, që ta mbështesin akoma, sepse këto janë momentet kyçe të futbollit dhe jetës, që një ekip është në rindërtim, kemi bërë 2-3 hapat e para, si them, ose 2-3 kilometra e para në autostradë, dhe tani duhet edhe një shtytje, domethënë që na japi akoma. Ne kemi angazhimin, kemi dëshirën, kemi vullnetin, jemi gjithkohës
si them, në harmoni dhe entuziazëm midis stafit, ekipit, klubit, gjithë funksionim jashtëzakonisht mirë, duhet jemi të kënaqur gjithë, por edhe këtu sportdashit, sepse futbolli luhet për sportdashit. Dhe shpresoj që ky të jetë një sinjal që ti mirëpresim. Ndoshta sportashi gjithmonë është kërkues, ne duam që të jetë kërkues, por duhet jemi edhe ndonjëherë vetëdijshëm që kemi marrë një rrugë të vështirë dhe themi që do ja arrijmë edhe me mbështetjen e atyre. Faleminderit. Faleminderit.